Mirëmëngjes shikues të #gjesit, mirë të po takohemi edhe sot si çdo të martë në rubrikën Shneta. Sot me mjeku në studio do të flasim për alergjitë respiratore tek fëmijët. Të ftuar kam doktoreshën Jeta Muhaxhiri, pediatre në Spitalin Amerikan. Mirëmëngjes doktoresh, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Doktoresh, ana tregon fillimisht çka janë alergjitë respiratore tek fëmijët edhe sa janë të shpeshta ndoshta. Po, patjetër, do të mundohem të jem sa më thjesht në mënyrë që të jem e kuptueshme për gjithë prindërit edhe popullatën e përgjithësi. Alergjitë në përgjithësi të gjithë njerëzit, mirë po në veçantë do të thotë edhe tek fëmijët, janë një përgjigje e organizmit apo sistemit imunitar në mënyrë jo të fort të kontrolluar ndaj substancave ose faktorëve të cilët normalisht nuk duhet të jenë të dëmshëm për organizmin. Substanca këto të cilat gjenden në natyrë, siç është poleni, siç është pluhuri, pastaj qimet e kafshëve, nganjëherë mund të ndikojnë edhe ushqimet dhe mund të përfshihen me forma të ndryshme. Po. Doktoresh, po cilat janë ato simptomat e para ndoshta që prindërit duhet i dallojnë tek fëmijët e tyre? Patjetër, simptomat nuk janë shumë të thjeshta për arsye se ngjasojnë edhe me sëmundje të tjera, mirë po normalisht duhet të marrë një regjistër ose një shënim vazhdimisht se ajo që është më rëndësishme janë paraqitja e simptomave për t'i dalluar prej infeksioneve. Simptomat të cilat zakonisht paraqiten të alergjitë respiratore janë ato që prekin do të thotë sistemin e frymarrjes, fillimisht të pjesa sipërme të hunda me një bllokim të hundëve, me kruarje të hundëve, rrjedhje të vazhdueshme, pastaj një kollë e thatë, por që përziston vazhdon kohë pas kohe në mënyrë të zgjatur, një lëtim i syve, kruarje, të shtitje dhe pastaj edhe me forma të tjera të sistemeve tjera të organizmit. Po, pra janë simptomat dallueshme, mund të me thonë, nuk janë alergjitë, nuk janë shumë të fshehura. Nëse kemi pak kujdes, po, nuk janë aq shumë vështirë të dallohen, duke marrë parasysh që i përshtaten edhe familjes, anamnezës, do të thotë historisë familjare, nëse është një predispozitë në organizëm, normalisht nuk është shumë e vështirë dhe i ka disa karakteristika ku bën me dallu. Për shembull, një infeksion dallohet me formë të plagështisë, me temperaturë, pastaj fëmia ka nevojë më shumë për mbështetje, gjatë periudhave të ndryshme më të zgjatura të sezonës është i qetë, ndërsa tek alergjitë fatkeqësisht edhe për shkak të nxemjes globale, sot nuk është shumë e lehtë i dallojmë a janë vetëm sezonale apo ndikojnë edhe faktorë të tjerë për arsye se është gjatë koha edhe e polenit, për shkak krejt do të thotë të nxemjes globale, nuk e kemi edhe aq të lehtë ti ndajmë a janë vetëm sezonale apo prezente në tërë vitin. Doktoresh, po qysh dallojnë, në çka dallojnë kur janë sezonale edhe të krejt vitit? Këto sezonale edhe të krejt vitit a kanë vështirësitë e veta? Patjetër që po. Patjetër që po. Në periudhën sezonale janë më të rënda, janë më të shprehura ose më akute ne i themi, kanë simptoma shumë më të rënda dhe janë ata fëmijë më të rrezikuar që të përfundojnë në hospitalizime ose në terapia pak më të zgjatura, mirë po gjithmonë varet në periudhën kur është shfaq, mosha e fëmijës që është, sa gjatë është me simptoma të alergjisë dhe varet nga organizmi në përgjithësi, sa është një fëmijë ushqyeshëm, sa është një fëmijë i pushueshëm, sa ka imunitet ose sa vazhdimisht ka pas ata që gjatë periudhave sezonale janë më të rënda simptomat, ndërsa gjatë periudhave të tjera janë më të lehta. Për shembull, nëse bëjmë një krahasim, gjatë periudhave sezonale kollitja është më intenzive, është më e shpeshtë, pastaj mund të shoqërohet edhe me simptoma tjera sekondare që shpesh neve na ngatrojnë a janë alergji apo janë edhe sëmundje të tjera. Prandaj duhet me pas kujdes vetëm në përcjellje si nga ana e prindërve, edhe nga ana e vet pediatrit apo mjekut që e përcjell fëmijën. Po, këtë deshta edhe me të pyet doktoresh, ku mund t'i dallojnë prindërit ndoshta alergjitë prej një ftohjeje të zakonshme, pra sepse ka simptoma që janë të ngjashme. Patjetër, ajo që është e rëndësishme është që jo prindi ta bëj diagnostikimin, mirë po patjetër që prindi ta poentoj, do të thotë shqetësimin e vet, sidomos nëse në familje ka fëmijë të tjerë ose vetë prindërit janë me probleme alergjike,
me një formë t'ja përkujtoj mjekut që a mundët të jetë formë e alergjisë. Ndërsa në momentet kur veç është në atë rrugë drejt diagnostikimit, prindi mund të dyshoj në rastet të përzistimit të simptomave ose kthimit të vazhdueshëm. Kur fillojnë shumë herët, një bebe vogël nëse fillon në formë të inflamacionit ose sëmundjeve të rrugëve respiratore të vogla, ne i themi bronkiolitit, atëherë duhet me njëherë të testohet për virusët të cilët mund të jenë si triggersa ose faktora nxitës, cilët janë ata të cilët dalin, a ka rëndësi do të thotë sa shpesh paraqitet dhe sa gjatë ka mbetur fëmia me trajtim apo me mjekim gjatë kësaj periudhe. Doktoresh, po çka i shkakton më shumë? Çka mundem të thonë që janë shkaktarët më të mëdhenj këtyre alergjive? Shkaktarët më të mëdhenj faktikisht janë faktorët nxitës ose triggerat. Ajo që është kryesore është gjenetika ose baza trashëguese imunitare e organizmit të fëmijës. Do thotë predispozita e një fëmijës duhet me qenë gjithmonë prezente. Mirë, po çka i çet në pa më herët ose i nxit janë faktorë të shumtë. Nëse fillojmë prej periudhës paralindjes dhe periudhës lindjes janë lindjet me me operacione, për arsye sepse nuk kalojnë atë flore normale që duhet mu pasuru organizmi me bakterje, prishet dhe nuk e kemi një barierë mbrojtëse. Pastaj janë faktorët ambiental të cilët nuk njihen domethënë si të vetë, si të natyrës, por si të huaj, që i përmenda edhe më herët, pluhuri, poleni, qimet e kafshëve. Pastaj janë ambientet gjithmonë në jetesë me familje të vogla. Nuk kanë kontakt me njerëz shumë fëmijët, lagështia, ajrosja, mos kontakti me ambientin e jashtëm. Prandaj gjithmonë propozohet që të del fëmia sa më shumë shpesh që të ketë kontakt me substancat apo materiet natyrore. Po, pra që thonë zakonisht këto mikrobet e nevojshme që duhet me u përballë fëmia me to. Përdorimi i gjatë i antibiotikëve ose pa nevojë antibiotikëve e prish gjithashtu edhe mikrobiomën ose florën normale, pastaj nxit organizmin, mirë po gjithmonë po them që duhet të jetë një predispozit paraprake e organizmit për alergji. Pse disa fëmijë ndoshta dëgjojmë shpesh prindër që thonë që fëmijët i kanë më të gatshëm për alergji ose më të ndjeshëm në fakt. Pse disa fëmijë janë më të ndjeshëm edhe disa janë më të fortë dhe nuk kanë probleme të tilla? Patjetër, disa prind e lidhin gjithmonë edhe me kohën se kur ka fillu mu paraqit. Kur fillohet shumë herët e lidhin edhe me kopshtin, dhe thotë jo, fëmia ne ndërlidhim edhe me infeksionet virale për me dash me bë diferencimin ose dallimin se a është alergjia apo infeksion. Ne gjithmonë pyesim se a shkon fëmia në kopsh, kur ka fillu kopshti, sa shpesh smuhet. Nganjëherë prindrit thonë jo, fëmia qëndron në shtëpi, mirë po prapë shumë më i ndjeshëm se sa fëmia tjetër. Pastaj janë simptomat shoqëruese, na thash si kur na vjen momentin edhe një bebe e vogël me disa ndryshime dhe lëkurore mund të jetë edhe si faktor që më vonë do të ketë predispozita të alergjive respiratorë, një skuqje e faqeve, pastaj një deskuamem ose lëvërisje e lëkurës, njolla të ndryshme në lëkurë, ne gjithmonë mandena e përcjellim atë fëmijë sepse mund të ketë predispozit për alergji respiratore. Po. Po si trajtohen këto alergji tek fëmijët? Pra si ndoshta a duhet ti sjellin prindrit më një herë tek ju apo janë disa ditë se zakonisht ka smundje që duhet të trajtohen pak edhe në shtëpi, mos të shkojnë një herë tek një? Patjetër. Nëse flasim, jemi duke folur vetëm për alergjitë respiratore në momentin që fëmia diagnostikohet, në qoftë se prindëri i merr këshillat si duhet, kemi një këshillim të mirë nga ana e pediatrit për prindrit, shpesh domethënë fëmia s'ka me pas nevojë me pas kontakt me pediatrin, aq më pak do thotë me pas nevojë për hospitalizime, mund të trajtohen në shtëpi, gjithmonë do të thotë me kujdes ndaj këshillave që i kanë dhënë prindrit dhe duke përcjellur ato simptomat të cilat janë të nevojshme mandena të shiqohen dhe të vlerësohen nga ana e pediatrit apo mjekut të fëmijëve. Doktorish, po çka mundën me bu prindrit ndoshta mi parandalu këto alergji ose me i lehtësu simptomat tek fëmijët kur veç e kanë alergji? Patjetër. Ajo çka është kryesorja tek këta fëmijë është të parandaluhen të shfaqen sa më vonë, nëse veç është predispozita dhe skemi nga të shkojnë tutje dhe të parandaluhen komplikimet, të përmirësohet jetesa e fëmijët, për arsye se tek alergjitë respiratore shpesh mund të shkaktoj një kualitet të jetës jo të mirë të fëmijët, të
mungojnë në shkollë, të mungojnë në aktivitete, duke marrë parasysh që preket procesi frymarrjes, fëmia shpesh ngjes në këto periudha të rëndësishme të jetesës. Ajo që ka këshillohet këtyre prindërve është që vetëm të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme dhe t'i kushtohet kujdes simptomave. Të jetoj fëmia në ambiente me ajër të pastër, gjithmonë të ketë kontakt me alergjenët ose faktorët të cilët normalisht në natyrë nuk do të duheni të shkaktonin alergji, pastaj në rast të përzistimit të simptomave gjithmonë të merren këshillat e duar nga pediatrit, mirë po në raste kur nuk menaxhohet si duhet, gjithmonë duhet konsultu specialisti pulmolog ose pediatri i fushës sistemit respirator. Po. Doktorish, a munden me qenë të rrezikshme këto alergji, ndoshta nëse nuk trajtohen me kohë? Pa tjetër që po, për arsye se të alergjit respiratore thash është riniti alergjike dhe astma bronhiale ose smundje kronike respiratore e mushkrive, rrugëve të poshtme të sistemit respirator dhe janë të formave kronike ose formave të vazhdueshme gjatë të jetës, të cilat në qoftë se nuk menaxhohen si duhet, nuk mbahen si duhet, mund të shkaktojnë pasoja sepse e prishin atë organizëm, duke ngacmuar vazhdimisht dhe më vonë nuk mund të jetë përgjigjja mbrojtëse si duhet dhe fëmis përveç që i komplikon jetesën, cilësinë e jetesës, mund t'ja rrezikoj edhe jetën e fëmijës. Gjithmonë ne potenciojmë që t'i shiqoj ato elemente të cilat nuk kemi dëshirë na dërgojnë drejt komplikimeve. Doktorish, përmendet edhe ju që këto alergji mund të lajmërohen qysh në veçli. A shërohen apo vetëm mjekohen? Ka formave të ndryshme, mund të edhe të shërohen, varësisht se si vendoset, diagnoza. Në momentet kur vendoset për një smundje që do të vazhdoj apo do shkoj në kronicitet, normalisht ato kanë vetëm menaxhim edhe mirëmbajtje së duhur. Mirë po në rastet kur paraqitet në moshat pas 3 vjetësh dhe paraqitet në pjesën deri në moshën parashkollore, këto zakonisht janë me triggersa ose me nxitës viral ose të infeksioneve virale dhe parashikohet që pas moshës së parashkollorit të tejkalohet, të krijohet përgjigjja më e mirë imunitare, të mos ngacmohet sistemi imunitar ndaj këtyre alergjenëve dhe mund të vjen deri tek eliminimi pastaj i alergjive ose i përgjigjes imunitare të organizmit. Në format kur fillon shumë herët dhe vazhdon për një periudhë më të gjatë, moshat më të mëdha, më shkollore, deri te adoleshentës, aty nganjëherë nuk kemi mundësi që të largohet komplet përgjigjja e sistemit imunitar ndaj alergjenëve ose faktorëve të jashtëm, kështu që ka shumë rëndësi mënyra kur paraqitet, sa zgjat dhe sa shpesh gjatë jetës së fëmijës është ardhur deri te paraqitja e përgjigjes ndaj alergjenëve. Doktorish, për fund, jemi në sinën e pranverës, i përmendet edhe ju alergjit sezonale. Çka duhet dinë prindrit për fëmijët në këtë sezon, pra në pranverë për alergjit e sinës pranverës, poleni e të tjera që i përmendet edhe ju? Patjetër. Nëse i kategorizojmë apo i ndajmë 2 grupe të fëmijëve, të fëmijët të cilët ende nuk janë të diagnostikuar, edhe tek fëmijët të cilët veç se janë të diagnostikuar, tek ata të cilët ende s'kemi një vendosje të diagnozës, normalisht duhet me bë këtë dallimin ndërmjet infeksioneve dhe alergjive respiratore. Nëse një fëmijë është i qetë, ushqehet mirë, nuk ka lodhje, s'ka temperaturë të lartë dhe bën aktivitet të vazhdueshëm mirë, po ka rrjedhje të vazhdueshme të hundëve, një koll të thatë dhe një lotim të syve, atëherë është mirë të konsultohet në mënyrë që të bëhet diferencimi a është alergji respiratore apo jo. Të fëmijët të cilët vetë se kanë diagnozën, janë me diagnozë të alergjive respiratore, duhet me pas kujdes gjatë periudhës kur veç mendohet që poleni edhe pluri është në sasi më të madhe, në atë periudhë të mbahet fëmia brenda ambientit të brendshëm, në rast që ka dalë fëmia momentin që kthehet jashtë, duhet të bëhet ndrimi komplet i rrobave, të pastrohet organizmi, sidomos edhe flokët, duart, aty ku mendohet që do të linë më shumë gjurmë alergjenet në mënyrë që simptomat të jenë më të lehta. Doktorish, nëse nuk keni diçka tjetër me shtu, ju falenderoj shumë që ishit sot në rubrikën Shneta, i dha disa informacione shumë të nevojshme për prindrit për alergjit respiratore tek fëmijët. Faleminderit edhe për juve, ishte kënaqësi.